Tash i qefi është që ca butona më mirë të ketë fizik. Shohim dhe interiorin, normalisht kjo është me keyless ghost. Madje është edhe me aplikacion në telefon, s'ke nevojë as për çelës fare. Dorezat ja kanë heqë, vetëm fut dorën mrena është i buton edhe hap në mënyrë elektrike. Tash kjo ambient lighting e ka tu lart. Jo shumë makina, në fakt tjerat i vendosin të pjesa poshtë, pak më ndryshe se tjerat. Normalisht se ndilet me memorje elektrike. Ka kalu BMW-ja, tash si puna Benzit, tu i bote dera, nuk i ka mo këtu. Mana është ndilet si përpara. Këtu janë këto që kontrollo xhamat pasqyrat. Ky është butoni për tap derën, vetëm hapet në mënyrë elektrike, e shtypet edhe hapet. Kjo është me bokse Harman Kardon, këtu është për tap për të mbyll makinën normal. Tash sedilet kështu duken të rehatshme, ta shohim kur typim sa suportive janë. Kjo ka dhe i gjohë që ka këto pjesë këtu me karbon, edhe pse peshohet 2 tonë gjys, kanë përdorur çik karbon BMW-ja këtu. Timonin e ka me këtë formën pak si të veçantë, pak më ndryshe se tjerat, si heksagon, ka me shumë kënde. Ka komplet këtë ekranin, është iDrive i ri më i fundit, edhe ekrani që vazhdo komplet, është dizajn minimalist, po ngjarë shumë pastër, shumë bukur. Liro venin,